Në marsin e zi të vitit 1998, kur qielli i Kosovës u përflak, Prekazi nuk u zhduk. Prekazi u ngrit. Atje nuk ra një familje. Atje u ngrit një yllësi prej 20 shpirtrash, që me gjakun e tyre ndezën flamurin shqiptar për të mos u shuar kur. Në krye qëndronte Shaban Jashari, plaku që ngjante me një listë të vjetër që serëzonin Asrufet. Përballë tij, nëna Zahide, gruaja e shtëpisë, e qetë, e heshtur, por me zemër të pathyeshme. Dy shtylla që nuk i përkuli as tanku, as zjarri, as vdekja. Në oborin tjetër ishte Ademi, komandanti legjendar, zemra e lirisë. Pranë tij Hamza, vëllai i tij, krau i djathtë, fryma e betimit. Dy burra që u bën simboli një kombi të tërë, dy burra që nuk kërkuan shpëtim, sepse ata ishin vetë shpëtimi. Në shtëpinë e tyre ran gratë që i mbajtën muret më të forta se betoni. Adilia, bashortja e Ademit, që mbajti fëmijët në gjoks më shumë se veten. Ferideja, bashortja e Hamzës, që ra me fëmijët e saj, duke lënë pas aromën më të dhemshme të një nëne. Ato të dyja ishin puneshat e flijimit, gurët e heshtur të shtëpisë që su përkul kur. Shtëpia e Rifatit, dhoma ku ran ëngjëjt, dhimbjet e Kosovës. Zarifeja, gruaja e Rifatit, ajo që i mbante të gjithë në një bark shpirtëror, u bë nëna e amshimit. Hidajetja, vajza e parë, me sytë që i qeshnin botës, iku pa e përjetuar rinin e vetë. Valdetja, pranvera e shtëpisë, iku me ëndrat e saj të vogla. Iqbali, djali që sapo kishte nisur të rritej, u nda nga jeta me emrin e babait në buzë. Iqbalja, më e vogla, petale e njom, iku pa lëndot një kujtim tjetër veç aromës së pafajësisë. Këta pesë u shuan si drita e një shtëpie në mesnat, por u ndezën në qiellin e kombit përjetësisht. Fëmijët e Hamzës e Ferides, rënja më e rëndë. Në shtëpinë e Hamzës dhe Ferides u fikën fëmijët e dritës. Selvetja, motra e madhe që mbante peshën e shtëpisë në shtëpi. Afetja, vajza që sariti ta njoh botën e vet. Besimi, djali që u bë burr në sekondën kur plumbat çan dritare. Liria, emri që u bë amaneti i kombit. Blerimi, djali i qeshur që preku pushkën vetëm për të mbrojtur atë dhe. Fatimja, ëngjulli që iku pa e kuptuar pse po digjej shtëpia. Blerina, drita e shtëpisë. Flaka që u fik para se ta kuptoj pse erdhi në këtë botë. Në atë shtëpi ran 8 yje të vegjël, që të gjithë e ngritën tokën e tyre në peshë. Prekazi i ka varet, por qielli i ka shpirtrat. Fëmijët e Ademit e Adiljes, dy shkëndija liri. Në shtëpinë e Ademit dhe Adiljes ran 2 djem. Fitimi, ai që e kishte hapin e burrit, ëndrrën e luftëtarit dhe zemrën e babait. Kushtrimi, thirrja e lirisë. Emri i tij s'ka më nevojë për fjalë. Ai vetë është kushtrim. Prekazi, aty ku toka fliste me qiellin. Ato ditë marsi,
Prekazi nuk ishte fshat, ishte betej, ishte faltore, ishte vargu i gjakut dhe varg i historisë. Britmat e fëmijëve përziheshin me tekbiret e burrave. Plumbat përplaseshin me trupat, por jo me besimin. Zëri Shabanit dridhej në ajër si bubullime e fundit përpara shiut. Ademi dhe Hamza shkruanin legjendën me plumba, me dorë, me shpirt. Shtëpia u kthye në kështjell, kështjella u kthye në simbol, simboli u kthye në komb. Mesazhi i ashareve. Ata nuk ran për të vuajtur, ran për të nderuar, ran për të kujtuar, ran për të ndjekur. Allahu thot në Kur'an: mos i quani të vdekur ata që ran në rrugën e Allahut. Jo, ata janë të gjallë te Zoti i tyre. Ata janë të gjallë, ata janë dritë, ata janë zë që nuk shuhet. Amaneti për brezat. Çdo fëmijë rënë në prekaz është mësim për fëmijët tanë. Çdo nënë e rënë është kujtim për nënat tona. Çdo burr i rënë është flamur për burrat tanë. Ata dhanë trupin që ne të kemi tokë, dhanë gjakun që ne të kemi flamur, dhanë jetën që ne të kemi liri. 20 yje mbi qiellin e Kosovës. Që nga jo ditë, qielli i Kosovës ka 20 yje më shumë. Ato nuk i fik era, nuk i lëngon koha, nuk i mposht nata. Ato yje na thrasin çdo mëngjes. Mos harroni gjakun ton, mos harroni lirin ton, mos harroni Allahun, mos harroni Kosovën. Lutja për jasharet. O Allah i madhërisëm, ti që i sheh lotët para se të bien, ti që i dëgjon pritmat para se të shqiptohen. Sot të lutemi për një familje që u bë histori, për një shtëpi që u bë kështjell, për një amanet që u bë komb. Mëshiro Shaban Jasharin dhe nënën Zahide. Dy shtylla që nuk u drodhen, dy zemra që e mbajtën derën hapur për lirin. Mëshiro Ademin dhe Hamzën, dy shqiponjat që fluturuan drejt pavdekësisë, me pushk në dorë e me iman në zemër. Mëshiro Adilin dhe Feriden, gratë që qëndruan si shkëmb, me besim më të fortë se hekuri. Mëshiro Zarifen, gruan e Rifat Jasharit, që e priti vdekjen me dinjitet, ashtu siç priten herojnë të mëdhenj. Mëshiro fëmijët që ranë në atë tokë të ashpër, Hidajeten 18 vjeçare, Valdeten 15 vjeçare, Ikbalin 13 vjeçar, Ikbalen 11 vjeçare, 5 ëngjëj të shtëpisë së Rifatit, që u kthyen tek ti para se ta njihnin botën. Mëshiroj gjithashtu Selbeten, Afeten, Besimin, Lirin, Blerimin, Fatimen, Blerinën, të rinjtë të prekazit që u ritën Buskallis dhe ranë si dritë në mes të errësirës. Mëshiro Fitimin dhe Kushtrimin, bijtë e Ademi Jasharit, që e trashëguan zemrën e babait dhe ranë në të njëjtën rrugë nderi. O Allah, ngri të gjithë në Firdeusil Ala, pran profetit, pran sahabëve, pran dëshmorëve të kombit ton. Bëje gjakun e tyre dritë që na udhëzon.
Bëje sakrificën e tyre zjarë që nuk shuhet. Bëj fjalët e tyre amanet që nuk harrohet. O Zot, mos lejo që gjaku i tyre të nëpërkëmbet kur. Mos lejo që flamur i tyre të ulet ndonjëherë. Bëj që emri i Jashareve të mbetet i gjallë në çdo zemër shqiptare, në çdo brez, në çdo lutje. O Allah, bëj ata dëshmitar për ne në ditën e gjykimit, dhe mos na lejo ta tradhtojmë amanetin e tyre. Lavdi Jashareve, lavdi dëshmorëve të kombit.